Përshëndetje, përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur lajmet edhe ngjarjet më të fundit pranë jush, që kanë të bëjnë me artistët shqiptar, me jetën e tyre dhe me ato prapaskena që ne nuk i shohim në të vërtet, por dëshirojmë t'i dim. Sonte do të vi me lajmet më të fundit dhe më ekskluzive në raport me çiftin më të dashur Brikenën edhe Mateon. Brikena, natën e sonte, ka ndarë një mesazh në faqen e saj në Instagram. Brikena ka hapur një grup që është hapur menjëherë pas përfundimit të Big Brotherit në Instagramin e Brikenës. Një grup që ndiqet nga 29.000 ndjekës, në të cilin ka ndarë një mesazh në orët e para të mëngjesit. Është përfolur shumë marrëdhënia e saj me Mateon. Në fakt, shumica prej nesh nuk e besonim që kjo marrëdhënie në të vërtet pas ka marrë fund, sepse ndodhen gjëra aq shpejt sa që sinqerisht nuk arrit ta kuptoj se cila ka qenë arsyeja që e ka shtirë Brikenën që të largohet nga Mateo. Edhe pse ha mencuam shumë, edhe pse aluduam shumë, unë isha i pari ai që nuk e besoja ndarjen e Mateos dhe të Brikenës, por fatkeqësisht qen ka një ndarje e vërtet. Mesazhi ka ardhur nga vetë Brikena, do të thënë Brikena vetë ka shkruar mesazhin të cilin e shikoni ju, të cilin unë fillimisht një herë do t'ju a lexoj, më pas do ta komentojmë. Përshëndetje të gjithëve, thot Brikena. Nuk e kam pasur të lehtë të shkruaj këtë mesazh deri më sot, sepse gjithmonë kam preferuar që gjërat personale t'i mbaj private. Megjithatë, duke parë interesimin dhe pyetjet të shumta, mendoj se tani më shumë se kur ju detyrohem një sqarim. Po, thot, unë dhe Mateo nuk jemi më bashk. Dua të theksoj se nuk ka pasur asnjë mungesë respekti nga asnjëri prej nesh. Me thënë, respekti ka qenë, dashuria ka qenë, kështu siç e shpjegon Brikena, por përsëri kanë vendosur që të ndahen. Kjo është një gjë që dua ta them qartë, sepse nuk do të doja që të krijoheshin histori apo aludime që nuk janë të vërteta. Brikena thot: kam ende respekt për të dhe për gjithçka që ne kemi kaluar bashk. Ka qenë një pjesë e rëndësishme e jetës sime dhe për këtë do t'jem gjithmonë mirënjohëse. Ndonjëherë në jetë rrugët ndahen, po kjo nuk do të thotë se duhet të ketë urrejtje apo fajsime. Do me thënë, Brikena thot që unë do t'jem mirënjohëse gjithmonë ndaj Mateos, kam një lloj respekti të veçantë për atë që ne kemi kaluar bashk, por nuk e kemi mbyllur ndarjen tonë, do me thënë nuk e kemi mbyllur lidhjen tonë me urrejtje apo me fajsime. Do me thënë, vazhdon të thot Brikena. Ku më pas, Brikena e ka vazhduar letrën, ku më tej thot kështu. Për momentin, thot Brikena, kam vendosur që të largohem edhe nga disa grupe. Flet për grupet në Instagram në të cilat është Brikena aktive. Jo sepse nuk ju vlerësoj apo nuk ju dua, do me thënë këto grupe që janë Briteo, që lidhen me Mateon. Por sepse më bën keq të shoh postime, komente apo diskutime rreth kësaj situate. Do me thënë Brikena ka vendosur që të largohet edhe nga fansat, të cilët janë të përbashkët, të cilët e kanë mbështetur këtë lidhje dhe kanë bërë editime. Kam nevojë për pak qetësi dhe për kohë për veten time. Ju falenderoj nga zemra për gjithë dashurinë, mbështetjen dhe respektin që më keni dhënë gjithmonë.
Do t'ju jem mirënjohëse pafund për çdo fjalë të mirë dhe për çdo moment që keni qenë pranë meje, me shumë dashuri, Brikena. Do me thënë, ky është statusi i cili ka ardhur ekskluzivisht nga Brikena Selmani në grupin e hapur në Instagram të saj, ku ka sqaruar në mënyrë të detajuar dhe ka pranuar ndarjen. Do me thënë, nga kjo që ne e lexuam, ne nuk i kuptuam arsyet se çfarë e ka çuar këtë çift drejt ndarjes, do me thënë dukeshin që ishin një çift shumë i lumtur, që në fakt asnjëri prej nesh nuk e besonte dot që Mateo, i cili e priste tek aeroporti, Mateo që po i qëndronte para mbrapa, Mateo që po e priste me buketa trëndafilash të mëdha, motra e Mateos që i dhuronte dashuri, Brikena që ndjeshte shumë e lumtur, ndjeshte shumë pozitive, do me thënë nuk harojnë live-et e tyre, nuk harojnë momentet e tyre, unë ndjet tepër mirënjohëse nga mikpritja, një baba i Mateos që i premtoi djalit dhe nusës së tij që ta mbushte shtëpinë me fëmijë. Dhe sot kjo dashuri fatkeqësisht tashmë e konfirmuar edhe nga Brikena, edhe pse akoma është e pabesueshme realisht, është e përfunduar. Do me thënë, Brikena dhe Mateo kanë mbyllur marrëdhënien e tyre. Unë besoj që Mateo se Brikena, pasi që tashmë Brikena ka reaguar, mendoj që edhe Mateo do të vi me një reagimin e tij. Besoj që do t'i tregojnë arsyet për këtë ndarje, do t'i tregojnë arsyet për përfundimin e marrëdhënies së tyre. Nuk ma merr mendja që Brikena bën lojra, unë e kam thënë gjithmonë që e njoh karakterin e Brikenës dhe unë e dija që Brikena do të reagonte, nuk do ta linte situatën në atë tension që ishte. Do me thënë, nuk e priti as emisionin Top Arena që Brikena ta tregon këtë të vërtet, por do me thënë e konfirmuar tashmë, Brikena dhe Mateo kanë mbyllur rrugën e tyre të dashurisë. Unë uroj me zemër që çfarë do që të jetë ajo, përsëri e uroj këtë me shpirt që Brikena dhe Mateo të gjejnë një lloj sqarimi, të gjejnë një lloj paqe dhe të lidhen për zemrën e tyre. Nuk e preferoj kur dy persona duan aq shumë të përfundojnë me vuajtje, të përfundojnë me ndarje, por gjithsesi është vendimi i tyre. Ne përsëri do t'i mbështesim rrugtimet e tyre, do t'i mbështesim atë ëndër të bukur që ato të dy janë duke ndjekur televizionin, dhe shpresoj me shpirt që kjo ndarje të mos të jetë ndarje definitive, por të jetë një hidhërim i cili të ketë edhe një rrugë paqeje, po derisa Brikena ka shkruar, siç duket në këtë mes çdo gjë ka marrë tashmë fund. Kjo ishte komenti i radhës dhe lajmi më ekskluziv që ka ardhur nga Brikena Selmani.